Përshëndetje miq, uroj të jeni të gjithë mirë, mirë se erdhët dhe sot në të jetosh besimin. Çfarë bëni kur djalli ju tundon? Dhe si e bën ai? Si e bën ai tundimin? Në rast se realisht ju e kuptoni, kur ai vjen t'ju tundoj. A dini që djalli shkoi tek Jezusi dhe tundoi? Bibla na tregon tek Ungjilli Mateu, tek Ungjilli Lukës, tundimi i shkretirës. Djalli vjen dhe i thot Krishtit, nëse ti je biri i Perëndis, i thuaj këtyre gurve të bëhen bukë. Djalli nuk e filloi tundimin me mëkatin, por ai e nis me dyshimin. Jezusi sapo kishte dëgjuar zërin e Atit, i thoshte, ky është biri im, në të unë jam i kënaqur. Dhe pikërisht, menjëherë pas pak vjen tundimi tek vendi i sigurisë. Dhe pyetja shtrohet, nëse ti je biri i Perëndis, sepse qëllimi i djallit nuk është së pari të rrëzojë në mëkat, por së pari, qëllimi i tij është të të shkëpusë ty nga identiteti yt si një bir i Perëndis. Në shkretir djalli tundoi Krishtin në 3 fusha të ndryshme të jetës njerëzore. E para, nevojat fizike. Ai thot, kthej gurët në bukë. Zgjidhe urin, pa pritur Atin. E dyta, krenarin dhe provën e vetes. Hidhu poshtë nga maja e tempullit. Detyroj Perëndin Atin të provoj se kush je. E treta, pushtet dhe kontroll. Ky është tundimi i tretë, pra djalli thotë do të jap të gjitha. Nëse ti përulesh, merre kurorën pa pasur nevojë të shkosh në kryq. Por Jezusi nuk u përgjigj duke provuar se ai ishte bir. Krishti u përgjigj duke qëndruar si një bir. Përgjigjja e tij ishte, njeriu nuk jeton vetëm me bukë. Mos e tundo Zotin. Vetëm Zoti duhet ta adhurosh. Jezusi nuk luftoi nga pasiguria, por nga siguria e marrëdhënies së tij me Atin. Miq, edhe sot djalli përdor të njëjtën strategji me të gjithë ne. Na mbush me dyshim. Vërtet të do Ati? Na akuzon, si mund të jesh bir pas kësaj që ke bërë? Na shtyn të performojmë për të pranuar. Na krahason me të tjerët për të na vjedhur zërin e Atit. Sepse nëse humbasim identitetin, nevojat bëhen zot, suksesi bëhet një idhull dhe mëkati duket si një strehim i mirë. Por fjala e Zotit thot, ju nuk keni marrë frymën e sklavërisë, por frymën e birërisë. Ndaj miq, nëse sot ndiheni të tunduar, ndoshta betejë nuk është për sjelljen, por për identitetin. Mos u përpiq të provosh se je bir, por pranoje, demonstroje, qëndro tek vërteta e madhe e të pasurit një atë qiellor dhe një shpëtimtar i cili qëndron pranë ti mbi fron. Le të lutemi së bashku. Ati dashur, vi përpara teje dhe kërkoj që ti të më ndihmosh të jetoj nga ajo që ti ke thënë për mua, dhe jo nëpërmjet zërave që më sfidojnë çdo ditë. Siç në lutjen e Zotit ti na mëson, mos lejo të bijem në tundim, por na çliro nga i ligu. O Zot, më jep forcë. Jepi forcë burrave dhe grave që po ndjekin sot, të cilët përballen me sfidat, me tundimet, me joshjen, me betejat e jetës, me vështirësitë për të përkulur dhe përthyer. Ndihmoj, qëndro pranë tyre dhe jepi forcë njeriu në tyre të brendshëm që të qëndrojnë duke u mbajtur tek ty dhe tek fjala jote. I bekuar qofsha Zot, që ti je me ne. Dhe Bibla thot, kur ti je me ne, kush mund qëndrojë kundër nesh? Bëj të vërteta këto fjalë të kësaj lutje në jetët e miqve të mi, o Zot, sot. Në emrin e Jezusit. Amen. Miq, ky është meditimi i shkurtër për këtë mëngjes. Zoti ju bekoft pafund ju dhe familjen tuaj, me zi pres të takohemi sërish nesër.